Profesor, një dëgjuese po thotë, profesor, a më lejohet thotë që të marr pjesë në një aheng I cili do të mbahet me festën për rastin e 8 marsit, aty thotë do të jenë vetëm femra, por gjithashtu do të ketë edhe muzikë nga një femër që do të bëjë muzikë aty. Mas pari 8 marsi është prallë. 8 marsi është prallë. A dhe shka prallë e thmive. Me I mashtru gratë. Me a gjuni grosht hi grave, që na juve pjo respektojna, nomen e bane. Qka respekton ti? Ti respekton femrën, nanën, mësusen, motrën, grun jep një bëqet lullesh, një herën më të mëtë. Nuk e jipet nanës një bëqet lulle një herën vetë, po jipet për ditë. Nuk është dita e nanës, dita e 8 marsit, për dita e nanës janë 365 ditën vetë. Që ditën e 8 jepi lule, ditën e 9 pështyën ftyre, ditën e 10 mësja që telefonin heqet, ditën e 10 që të përja është ta krejt, që ka murë veshke prallë është, a I gara ka bëtja. Nana du të respektohet 365 ditë. Me puth nanën në balë, e mja puth nanës durët, e mës me dalë për shpis për përshëndet, e mës me hinë shpi për përshëndet nanën, e mës me shku të thmija të gruja pa shku nërë të nanët e baba, e me thana e një mirë, që sheni kur që shpi punësh, për pi punës, e mës me shku me ra me fjet, pa I thonë nanës e babës natën e mirë, e me këqyre e në mlu, a I e në ra, a ka nevoj diqka, po pra, e kur blenë diqka herë që nanës, e ja pare tuat, e blenë dhërata, e gëzën, një herën më të një lule. Nanën tjetër atje thot, që nanë është në do uqë atje bëmë dhe buk, që më bëllë të vetë, tu nana për qa është, la ilaha illallah. Lehat me silë, të pralën. Pralla me mashtru gratë, hajtë më lëse na pja vestem ditën e 8 marsit. Për çfarë ditën e 8 marsit? Kështu që, kjo si fest është e pa drejt, dhe nuk bën me shkuna për këtë festa, edhe mos të ketë muzikë, nuk bën me shkuna këtë festa, sepse ne nuk I madhërën festa kërkujna. Ne e ngritëm ma shumë se krejt dynjaja, nanën, e grun, e motrën, e gjyshen dhe çdo femën. Sepse Allahu na ka urdhëruar. Te bareke.